أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد تفلاsim në vazhdim diçka rreth librit për Adab al-Mufrad e Imam Bukhariut rahimahullahu taala kemi mbet te kaptina babu man adraka walidayhi falam yadkhul al-janna kaptin ai i cili i arin gjallë prindërit e tij dhe nuk hin në xhennet. Para se me fillu me fol për këtë kaptin dhe këtë hadith që ka transmetuar Imam Buhariu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, ka ndodhur që në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dikush prej sahabive është mbështet te krahu i majt. E ka pas krahun e majt kështu të pshet pas shpinës dhe është mbajt. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë a je ulur sikur ata me të cilët është i hidhruar Allahu subhanahu wa taala, dhe e ka ndalu që mos më mbështet te krahu i majt. Disa dietar kur e kanë shpjeguar këtë hadith e kanë shpjeguar se nuk lejohet më mbajt as te krahu i majt, as te dy krahët e as te krahu i djathtë. As te krahu i djathtë. Mirë po më saktë është se hadithi ka ardhur citat për krahun e majt. Duke kështu këtë argumentet ndalohet më mbajt te krahu i majt. Nuk ka problem më mbajt te krahu i djathtë ose me dy krahët. Edhe pse më e mira dhe rrugës dhe edukatës është më ul komkreq ose më ul që shulemi kur ulemi e tejat. Kjo është më e mirë dhe ma e bukur. Kurse është e ndaluar, jo me kruh, po është haram. Nuk lejohet se ka ndalesë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shumë dietar e kanë mbartë mendimin se është haram jo me kruh. Edhe pse ka mendim që është me kruh, po më saktë është që është haram më mbajt në krahun e majt. Më e mira është më ul konkret ose më ul në dy gjuhë edhe me ndëgjuan bashkë biseduesin tanë. Kaptina ai i cili i mrin prindërit gjallë edhe nuk hyn në xhennet. Abu Huraira radhiyallahu anhu transmeton hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë raghima anfu i shkoft fytyra zvarr. Raghima anfu i bje mi shku fytyra zvarr për toke, për lloçi, për pluni. I shkoft fytyra apo i shkoj fytyra zvarr për toke. I shkoj fytyra apo i shkoj fytyra zvarr për toke, për lloçi. Qalu ya Rasulullahi man? I than, o i dërguari i Allahut, kush o ky njeri? Kush o ky person? Qal tha man adraka walidayhi 'inda al-kibri aw ahadahuma fadakhala an-nar. Tha ai i cili i mrin prindërit e tij të moshuar në mosh të dytë ose njërin prej tyre dhe pastaj hyn në zjarr. Allahu na rujt. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është hadith kërcënues. Hadith
që në tërhek vërejtje. Në hadith ka ardhur diçka më specifike. Ka thonë ai i cili arrin prindërit e tij të moshuar. Pse të moshuar? Për shkak se atëherë njeriu e tregon veten e tij. Jo kur ata janë të fortë. Se kur ata janë të fortë, s'kan nevojë për ty. S'kan nevojë as për kujdesën tënde, as për parën tënde, as për ushqimin tënd, as për veshmbathjen tënde, për kurrë s'kan nevojë për ty. Kanë nevojë për ty veç për një respekt. Kanë nevojë për ty veç për një fjalë të mirë. Kurrë më tepër. Mirë po, kur ata shtyhen mosh, jashtë fjalëve të mira, jashtë respektit, ata kanë nevojë edhe për mbikëqyrje, edhe për mirëmbajtje. E pejgamberi sa i tha, araghime anfu, i shkoj fytyra zvar atina që e arrin njënin prej prindve apo të dytë, duke qenë pleq dhe pastaj shkon në zjarr të xhenemit. Me një anë është kërcënues, edhe me një anë tjetër është përgëzues për ata të cilët janë të kujdesshëm. Janë të kujdesshëm. A ai kujdesi sa duhet më kujdesna, nuk është edhe shumë i gjatë. Do shta merr vite, ama vallahi, në ato çaste kur njeriu del prej kësaj bote, gjithçka i bie pishman. E kam përmend një herë për herave, a ditë kur të marrësh informacion se të ka vdek prindi, ku me ditë sa me pas investuti, ku me ditë sa me pas bati, ka me të duk kur gjanë s'ke pojq. Për një sen që ti ki arsye shëriatike të Allahu subhanu wa ta'ala, që se ki ba, kemi ropi shumë pëse se këmë ba. Ta kësha ba dhe të, s'hu pëshave kur gjanë, s'u ndodh ke kur gjanë. Pse kjo? Kanë thonë djetartë, kjo nga këndi i kthimit të mirës me të mirë. Nga këndi i asaj mos me harut mirat. Mos me harut mirën që të ka bo dikush. Kush do koftaj. Mut ibn Adi, kur ndihmoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me u fut në Mekke, s'kish mundësi me u fut për në Mekke. Ishte në bela me Mekelit. Në bela, ku ta shifshin e vrajshin. E murë në siguri, Mut ibn Adi. Dhe tha, Muhamedi është në sigurin time, s'u ne prej kërkush. Edhe hyni në Mekke. Pejgamberi sa ste. Ka qenë mushrik. Në luftën e Bedrit, kur zunën ropt prej mushrikve, prej Mekelive, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kish qenë gjallë, Mut ibn Adi, dhe kish arë me mi lyp, ka rejtja kësha lishua. Pra më ndohë, a keni parasysh, lufta e Bedrit, lufta ma e madhe botërore, lufta kryesore muslimanve. Pra më ndohë, ka thonë për Hasan, kish qenë gjallë, aj, ja kësha dhonë, edhe kishar mi lyp, apo mi lëshon, krejtje kësha lëshua. Pse? Qyshme mi lëshu këtar miqë të Allahut, lene to që i bëjnë shirkë Allahut, lene to që nuk e madhnojnë Allahun, po këtu edhe na vrasin, edhe na kanë vra, edhe na kanë torturu, edhe na kanë burgos, dhe këtu janë të pandal shumë zullum dhe i neve. Ama, e mira këthejt me të mirë. Qëse kjo kështu me të tjerët, po prinderit, nuk krasohet, nuk ban me ishtin hesab, nuk ban me ishtin logari, për shok se e up mi vlerën. Veç me thanë, kush pret ma mirë, atë që ki druni, atë që ki hekri, ja up vlerën hekri, më njerë be, i bjetë qmimin pazar, që ki krasu me diçka që nuk krasohet. Veç me ishtin krasim, t'ja up vlerën, ja up, ati që është shumë nalt. Kështu se çështja e prindërve. Allah thënë Kur'an, wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a. Wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في صدوركم. Tha Allah, adhurojeni Allahun dhe mos I bani ortak Allahut në adhurim. E në qoftë se njëni prej prindërve ose të dytë e arrin pleqërin tek ti, mos u thoni atyra uf. Mos u sillni me ta vrasht. Wa qul lahuma qawlan karima. Dhe thujnë atyre fjalë të mira. Fjalë të mira. Zgjedhë ti një fjalë. Zgjedhë ti një fjalë. Vetëm I thon uf, zgjedhë një fjalë të mirë. Ose disa fjalë të mira. Wakhfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma. Shtri kratë to, që theka nga Imam Shankiti, ka thonë shtri kratë më I poshtë. Ton kuptimin bukfal, mbaj kratë poshtë, mos I ngrit dorën asnjëherë, ose më ngrit veç më I bëm isharet, ose veç më ja bë kështu, e mo lën më jap shu, Allah na rujt. Mbaj kratë poshtë në shenjë rahmeti dhe mëshirën ndaj tyre. Se din njeriu me reagua. Pse reagon? Për shkak gjendjes të rëndë që e ka, na kuptojmë, na këtë kuptojmë, se mund të marr prindje me një gjendje të rëndë që të rëndohet tyre. Dhe nisën duhet me përgatitur në çdo çaste. Nisën. Çfarë sendi? Vetëm tonë nuk I qenë njëjtë. Kur ke pas nevojë me të kap për gishtat, majt e gishtave, hajde bismillah, hajde mashallah, një hap, dy hapa, tre hapa, I bani 4 hapa djali, bravo. Veç këtë pjesë nuk do të më harrua. Veç këtë pjesë nuk do të më harrua. Edhe kret ajo jeta e familjes tonë. Është e njëjtë sikur jeta e pleqërisë së rënduar të prindërve tanë. E njëjta është. Ti ke pas nevojë me të ka për dorë, edhe nana dhe baba ka mundësi marrit në gjendje që ka nevojë me ka për dorë. Ti ke pas nevojë me të marrë me të mirë, se s'ke marrë vesh, s'ke kuptua, edhe nana dhe baba mundën me marrë si gjendje që do të marrë me të mirë, se s'kuptojnë. Edhe kështu më radhë, njëjtë, situata është e njëjtë. Mas pakti me kthik të mirën me të mirë. A çka do që të bëjna? Wallahi se një dalim hakësh. Lusim Allah që Allah të në falë më këtë tona. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.